Nuk hyjt tek ata që besojnë në pro-amerikanizmin e shqiptarëve. Jemi një popull si gjithë të tjerët, ku gjen nga të gjithë rreshtimet, madje me tepri. Kemi qej flit të Amerikës, sikurse të Rusisë, dëshnor të Shqipërisë, sikurse Iran, të Greqisë apo të Turqisë. Më shumë se sa pro-amerikan, shqiptarët janë pragmatistë. Duke qenë popull i vogël, historia e ka bërë të tillë që përpara se të bëjnë një trimëri mendojnë 7 hile. Jo më kot kemi shprehjen që duan 7 hile dhe një trimëri. E si rrjedhoi këtij instinkti të rrënjosur në shekuj e pa terma të stërholluar diplomatik, shqiptarët e kuptuan që në vitet 90 vendi kaloi në zonën e influencës amerikane. Si e tillë, kush udhëhiqte këtë vend, patjetër që duhet ishte në një linjë politike me Washingtonin. Natyrisht që marzhi i lirisë është më i madh se sa ai që mund kishte nga Moska apo Pekini. Sikurse sa më larg prej tyre aq më komod ndihesh që të bësh politikat e tua. Washingtoni është një perandori sui generis e pashëngjashme, nga shtrirja territoriale me perandoritë së shkuarës që ishin të definuara territorialisht, edhe i ngjashme nga pikpamja shtetërore vetëm e Romën republikane. Kjo duket edhe në simbolikat e fashjes, cilësimit të institucioneve apo godinave të tyre, por vetëm kaq, ajo është sui generis edhe në ushtrimin e pushtetit ku vasalëve të saj u lë pushtetin, diplomacinë, ushtrinë, me kusht që të mos prekin vijat strategjike të saj. Kjo shpjegon edhe tolerimin ndaj hungarezëve, polakëve, francezëve. Si çdo perandori ajo ka domenin e saj. Nuk quhen më limes sikurse në Romën e lashtë, por janë kufi holografik ideologjik për të cilët është po aq xheloze sa perandorët romak, edhe të cilët ajo nuk lejon që të preken. E tillë është Europa klasike, Amerika e Veriut, Japonia, Korea e Jugut, Australia, Zelanda e Re. Për këto shkon në luftë, më tej nuk ja vlen të zgjatesh pasi duhet libër. Shqipëria hyn tashmë brenda kufive perandorak amerikan, madje është në thellësi të territorit. Si e tillë ajo ka një mesazh lirie në përcaktimin e politikave të saj të brendshme dhe të jashtme, por kurrë përtej atyre që mund të përcaktojnë interesat jetike amerikane. Për shembull, nëse Shqipëria do provojë të dalë nga NATO, kjo është edhe një kujtesë për ata sharlatan që mendojnë se ne u futëm në NATO për shkak të arritjeve të qeverisë Berisha, ku më do me thënë si ishte hedhja në erë në gërdece 26 personave dhe të kërkoj të futet në sferën e influencës ruse apo kineze, ajo qeveri që do përpiqet ta bëjnë nuk e kap muajin, ose sa më keq mund të çojnë në ndarjen e vendit. Natyrisht që Amerika nuk ka metodat e perandorive klasike ku vasalët rebeli tërhiqte zvarr në harkun e triumfit, por ka metoda më civile dhe një ndër to është non grata. Do ishte naive të mendohej që ky status i jepej atyre që i kanë bërë keq vendit të tyre duke vjedhur ca leksin rastin e familjes Berisha. Statusi është dhënë për shkak se zullumi është trashur aq shumë brenda vendit sa që qelbi rrezikon edhe ata që janë rrot. Cila mund të jetë arsyeja e vërtetë non gratës, më shumë se korrupsioni, i cili është komplementar. Me siguri dosja ka fakte për bashkëpunim të Berishës me fuqi armiqësore apo konkurrent të SBA-ve. Ka fakte kur ky i ka ndërhyrë për shembull siç ishte rasti i Kosovës në 96 duke prishur hartën amerikane të Daytonit. Shpallja non grata nuk ka lidhje me një aferë fantazmagorike që një nënpunës i FBI-s i quajtur McGonigal pas ka bërë kundër Berishës, ndërkohë që kompetenca e statusit është e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka edhe burime edhe agjenci të tjera që e informojnë. Edhe procedura është më komplekse se sa ajo e një prallë orientale Tiranase ku një tropojan ka dhënë ca dollar për hatër tramës, edhe e shpall Berishën non grata. Statusi non grata ka lidhje me shkelje të interesave të SBA-ve, citimi i korrupsionit të tyre është për garnitur dhe konsum publik. Përpjekjet e ndjekësve të Berishës për të treguar që statusi do hiqet me sot e me nesër, po i kthen në qesharak. Natyrisht që në një tip si Trumpi, i cili ka më shumë qasje perandorake se sa republikane, që i kërkon më shumë të ngjajë një Cezari se sa një djerkie konsullore, ndikimi personal është jo pa rëndësi. Por një ndryshim tjetër i SBA-ve ndaj Romës është pikërisht ajo që quajmë deep state, administrata e cila nuk lejon që të ketë shmangje nga shinat strategjike. Ndaj nuk do shohim që një ditë në Senatin e Washingtonit Trumpi të imitoj Caligulën dhe të emëroj qenin senator, apo të heqë non gratën një xhambazi oriental ballkanik, pasi Washingtoni nga Roma antike mori simbolikat, por nxori edhe mësimet se si një perandori mund të bjerë.